Rregullimi I lobimit, hap drejt transparencës, por sfidat mbeten, reagon Evarist Beqiri. Ndikimi I grupeve të interesit në politikat publike dhe normimi I veprimtarisë së tyre konsiderohet një nga elementet më të rëndësishëm për funksionimin E shoqërisë demokratike. Vendimarrja e tyre që përfshin të drejtën kushtetuese për shprehje dhe organizim kolektiv bazohet mbi parimin e pluralizmit politik, ndërsa konflikti I interesit në vendimarrjen publike trajtohet dhe si të jetë një sfidë e madhe për demokracinë liberale. Sipas ekspertit Evarist Beqiri, normimi I lobimit mbi transparencën dhe llogaridhënien duke forcuar demokracinë. Beqiri kujton disertacionin e tij të vitit 2017 me ndikimin e grupeve të interesit në politikat publike, ku theksuat domosdoshmëria e rregullimit ligjor të lobimit. Pas afro 10 vitesh, Shqipëria po përgatitet për një hap historik me projekt ligjin për lobimin I cili pritet të miratohet së shpejti si ligj. Ky ligj synon krijimin e një regjistri detyrues për lobimin, raportime periodike mbi aktivitetet dhe burime financiare, si dhe vendosin në rregullave të qarta mbi veprimtarinë e grupeve të interesit. Qëllimi është t'i japë lobimit një fytyrë të qartë, transparence dhe të mbikëqyrur, duke shndruar atë në një proces shpesh të padukshëm në një instrument të shëndetshëm të politikbërjes publike. Megjithatë, Beqiri paremëron se ligji nuk është garanci për funksionimin e tij në praktik. Suksesi varet nga krijimi I një kulture të fortë, zbatimi, mbikëqyrje serioze dhe mekanizma të efektshëm sanksionues. Nevojitet gjithashtu ndërgjegjësim qytetar për rëndësinë e transparencës, llogaridhënies në vendimarrje si dhe angazhimin e institucioneve për t'u afruar më shumë me qytetarin. Po Beqiri theson se kjo është vetëm pika nisëse për të arritur objektivat, nevojitet vullnet politik, burime njerëzore të kualifikuara e të vazhdueshme.